Prandaj për shembull, që kjo rrëmuje mbrëmshme, hallakame ka bu shejtani brenda. Që kjo është pjesa ku Allah këqyrë ditë për ditë çështë puna. A me pa Allah që hallakam brenda. Në hallakam shpes lojmë musafiri me po. Apo ka ta butu gusëm apo më ndrejsh. Pse mos me pa mos. Pra ti atë tolerant të hallakam të shtëpia, tolerant kanë. S'ka marrë kush, hajt lese nesër bujnë ty. I lën do kanë qëllim njëri. Në stopinaj cenave po më 100%. Ka është me tolerimi. Fëmija bujnë hallakam, e lën ka pak. Musafir po vinë, shpejt. Pse? Ata kanë kumul. Mos shojnë hallakam. Mos shojnë. O punë me pa. Se sa punë që kanë kumijat, ami kanë kumë nejt. Sa spengojnë, për shembull, pluhuni atje ose lutet të fëmijës. Spengojnë. Ama ja, ç'është më na pa hallakam. Shikoj kujdes mos me pa një hallakam. E me të pa Allah hallakam, me pa pluhën zemë, se këfri që sa pluhën e në plan. Me pa hallakam që këtë u prish, dunjaja ka, ahreti ka, lug. Një më ndrej zemrën e ti, me rregullu zemrën e ti. Përshka se kjo është shtëpia jote, ç'tu kemi ndërtu. Prej kësaj shtëpie kemi shkuar në shtëpi tjetër. Prej kësaj shtëpie kemi shkuar në shtëpi tjetër. Çysh e ke ndërtu çto, çashtu e ndërton ata atje. Nëse ndërtimi i kësaj realisht mundson ndërtimin e asaj. Rënimi i kësaj bën rënimin edhe asaj atje, Allah na ruaj. E kjo është ajo që i bëkemi përmend, si ndërtimi i duhur i besimtarit. Duke nga baza e duhur, pastaj edhe imazhi, edhe muri, edhe kujdesi, edhe portat, edhe perdet, edhe qelsi, edhe mirëmbajtja e vazhdueshme, dhe kujdesi dhe vëzhgimin ndaj armikut çka po bën, se buni depërtoj me lopatat që na e kanë dhënë përmes mëkateve, ai ka më imrana. E nëse imrana, e pa çfarë hallakame, e çfarë rrëmuje bën, e kjo është vetëm një shembull shumë periferik të ndërlozur, shumë po mënej simbolik në raport me ato çka realisht ndodh në zemrat e njerëzit nëse ky armik është afër tij në Allah na ruaj. Ibn Qayyim rahimahullah e atë që është më e çuditshme këtë histori që folëm, këtë që tham, më e çuditshme që është më pa kuptueshme, është se domthon ky armik për me prish këtë kështjell e përdor për normën e kështjellës. Ose më kërkon se prish. Ai nuk e merr dikën aty, thotë, jo, me njërin vetë të hajtash, ai hip tash e prishëm, ka dalë. Subhanallah. Wallahi kur thos, për shkak një çështë po shoqse Gjembrinati, që aty më prish me mua, e po çka është me provokuar një farlloj reagimit brendshëm. Por i natë një farlloj njëri ka dinitet me. Këtë dinitet që shpjallan të këtij far kërkushë të ligu me armë depërtu. E pse po depërton për një kujt temë që mund të ndonjë. Për një çeft temë që mund të ndonjë vas. Është rregjikshme kjo punë vëllazë. Për shembull, pa kujdes temin apo që unë e pillom aty hajt tash e prishma shtëpinë edhe unë që aty mbas të jem apo. Është rregjikshme kjo punë. Ai Allahu shpesh thotë lalekum ta'qilun që menani pak çora. E çka është realiteti? Realisht çka është atë që ndodh? Çka është këtë që ndodh realisht? Po njerëzit këtë realitet nuk e shohin fare. As e shohin dunjan që shtot, as ndërtimin që shtot, as zhvillimin nuk e shohin kështu. Si shohin për shkak se nuk shikojnë përmes fjalëve të Allahut edhe udhëzimit të pejgamberit. Se kjo shihet, a mund të pa që shohin këtë pamja? Jo, valla s'e. Nuk i mund të më pa. Përveç se nëse syt e tu janë të ndriçuara me dritën e shpalljes. Po nëse janë të ndriçuara me dritën e shpalljes, ç'është shah? Është shejtanin, është vrimën, është allakamën, është rrëmuin, është tendencën, është përpjekjen, është refuzimin këtë shaf. Nëse nuk sheh, syni i zemrës nuk është i ndriçuar me dritën e shpalljes, normal, drita e dunjos është e errët, e pamundshme me ta mundsuar që me pa një zhvillim të këtij niveli që e përmend deri më tani.